Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. E kemi filluar dhe emisionin Kape Renë për ditën e sotme në transmetim të drejtë përse drejtë natë kombëtare Club FM me Enkel Demin, Edi Ogon, Gretën dhe me mua Janaq Mic, Glen Laknori. Edhe me Karolinë që do të bashkohet në pultin e regjisë. Po, Karolina është nisur rrugës, prandaj tani për tani kemi të tjerë njerëz të cilët të po e zëvendësojnë në mënyrë dinjitoze. Dhe pra që më tepër që vini aromë shumë të mirë dhe ka një pamje shumë ekcitonjse. Ti e di që emri Karolina dhe Roni janë pak a shumë e njëjta gjë. Njësoj. Prandaj referova sepse po vjen nga veriu apo nga jugu? Jemi të hapur si emision. If you know what I mean. Me kryengritjen si ke qenë koleg? Ja ashtu, në dhimbje shpine. E kuptova. Briani ka bërë kryengritje dje. M'fal, pardje. Dhe është dhe një ditë mbas e ke parasysh vjen me syze dielli. Më pëlqen. Po. Po kjo nuk do të thotë që dhe unë që jam me syze dielli kam bërë kryengritje. Unë e kisha 22 mars, Po ti nuk bën jetën e Xhorgjit të katërt. Ti ndryshe. Duhet të referohesh si thaj. Ku është Iliriani? Një ditë pije masive, 4 ditë lexim intensiv. Mbasi referohemi rastit konkret. Me siguri, mos harroni që kemi nisur Kape Renën. Ky program mund të është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Erdhi Karolina. Carolina. Ju lutem, se po fletin Keli. Ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Erdhi Karolina. Dhe në këtë moment nuk po na ndiqni vetëm Club FM Shqipëri, por jemi gjithashtu në Club FM Kosovë, ku mund ta shkruani gjatë gjithë kohës në Taleme. Ku Karolina. Erdhi Karolina këtu në mesin tonë. Pranesh i bukur live, pranesh i bukur humori sepse do jemi rrethror. Po. Sa po mësuam që Karolina gishtin e mes e ka, po aq të gjatë sa gishti tregues. Kjo është super produksion. Me siguri kolegë është problem. Të cilat janë smundjet që karakterizojnë njerëzit që i kanë në gishtat. Që tani hyr pak më vonë. Është ke dera dera meshin. Tani nuk e di nëse ju jetoni në qytetin e Tiranës, në periferitë e qytetit, në Durrës, në Elbasan, në Shkodër. Dappertutto. Ne nuk jetojmë, është bërë shumë keq, keni ne nuk jetojmë fare, ne mendojmë se jetojmë. Megjithatë ne kemi një duguri e cila është një duguri e shqipes. Mos harroni që nesër është ndeshja, prandaj do të mbledhemi 1 milion shqiptar. E pam se na prezantoi Fevzo. E kuptova. Poloni. Jo, me Polonin s'kemi lidhje, por ndeshja e vërtetë është Itali-Irlandë Veriut. Ja, të do shohim. Për italianë, jo për ne, dhe për irlandezët. Giovinezza apo Nuk ka rëndësishme që ka sport midis në mesin ton. Ka domethënë kemi arsye për të kaluar mbrëmjet. Fal, t'ju jap një argument shkencor. Patjetër. Do shihni Shqipërinë ju? Patjetër që po. Atëre kur festoni, që jeni në kulmin e festës. Po. Këndoni Mora Fjal apo Bella Ciao? Bella Ciao. Bella Ciao. Jemi live. Shumë argumenti fort. Edhe më pëlqen më shumë Bella Ciao për vërtetës. Mbyllë gojën. Më pëlqejnë ato A O U E I të italianëve. E kuptova. Kam shumë respekt. Ky është çështja. çështja. Por shqiptarët festojnë për ditë sepse kanë lindur në orën 12 natës, gjithë shqiptarët. Gjithë pa preshtim. Ja, për shembull, për këtë që the, pse nuk mund mos hedhim një temë sot, që mund ta diskutojmë me gjithë njerëzit, që mund ta shkruajë edhe 06920 70 222 dhe plus 33 49 55 144 nëse na drejtoheni nga Kosova. Dhe faleminderit. Nëse ti e thua numrin e Kosovës në këtë mënyrë, asnjë mesazh nuk merr nga Kosova. Ju lutem, edhe një herë seriozisht lutem. Edhe një herë. Plus 33 49 55 144 06920 70 222. E bëjmë si temë në këtë me që the. E bëjmë si. Cila është tema? Çfarë urimi? E thash si do donte Keli. Çfarë urimi keni ju për gjithë ata që hedhin fishek zjarre në 12 të natës? Për të festuar ditëlindjen, për një qëllim të mirë, domethënë. Po megjithatë pse duhet jem patjetër ditëlindje? Mund të kenë edhe kështu synet liçe, mund të kenë ku dëgjon. Mund të kenë vdekje vëlla, që e kanë prit me fishek zjarre. Mund të jenë. Patjetër. Se vujti shumë për shembull. Nuk e vën dyshim. Megjithatë unë kam një urimin tim domethënë. Gjithë jeta, mbasi e ke vënë fishek zjarrit, të shkoftë me atë
Si, me presh. Preshi është Istinës. Është Istinës president. Po bra. Preshi, jo presi më. Do një urim vitaminoz. Urimi e egër ky gole. Zbutet ti pra. Çfarë urimi ke ti? Si ishte ju yti? Të shkop gjithë jeta? Jeta me ashtu në me presh, më fal, në. Atëherë të shkop treçereku jetës ashtu që ta zbusin. Të rreft vite shipe, shumë të egër. Jo, mua më duket pak as kështu zakon mesjetar në vetvete, kështu që te ty kam shpresë. Do ta uroja festofsh me fishek zjarre si në mesjet. Ku çdo dritë në qiell ishte një lajm i keq. Shumë miq, është rënd. Ju uroj po një të diel plot aventura dhe më lart. Faleminderit. Është më kurso do Olga. Faleminderit. Palenga na shkruan. Urimi jot i dashur. Unë nuk kam urim se po e hapa gojën. Që më mirë po ja lë aty lart. Tani do të flasim pak për aktualitet. Për ngjarjet për shembull që kanë ndodhur gjatë kësaj jave. Që e pam me zë dhe me figurë, pam koreale, për shembull kryengritje që ndodhin në Tiranë. Kryengritja ishte ndodhi me gjithmonë. Patjetër, ne pa pra. Ra qeveria apo jo? E gjashta e vërteta. Shikoj, qeveria ka rënë në mendjet e shqiptarëve ka rënë. Vetëm na duhet thjesht procesi faktori kohë. Se janë folje që duan zgjedhim, për shembull, fillon nga mendja ka rënë, hop, që të marri veprim. Hop, komplikove shumë. Nuk është të thënë që çdo gjë që thot Albatrosi ti duhet ta mbash nim. E përshëndesim Albatrosin. Elhajt, ç'kemi? Wow, luftë titanesh. Ju lutem tash, ju lutem se po flasim për aktualitet politik shqiptar. Është bërë një super kryengritje që do ti Oktapodi do ti shtri ato tentakulet në gjithë Shqipërinë. Pse do thonë ju? Sepse doktori ka dalë me deklaratë. Doktori është iniciatori i kësaj opozite, edhe kësaj kryengritje që thotë o qeveri teknike ose përballje. Këtë qeveri nuk e pranojmë kurrë, ka thënë ai. Juve tani si ekspert, hajde na thoni në studio, çka ka dashur autori me këtë? Turpi botës. Gjë që ka shumë vite. Asishin as 200-300 veta. Ke mama Sita ke Linda. Jo, kjo është rren. Ishin 10 mira protestues. Ja le ta diskutojmë tani. Ka qenë disa herë vetëm ajo, brenda 1 minuti disa herë është numëruar Greta. Po, e vërtet është, e vërtet. Flavio, si e komendoj Flavio këtë për shembull? Se nuk e pa nga gjatësia, nuk e kap të kamera tek protesta. Jo, nuk ishte Flavio. Kjo deklarata e qeverisë teknike nuk është se vjen për herë të parë, apo jo? Kjo vjen gjithmonë, sa herë që na duhet ndryshime, duhet qeveri teknike. Ora unë një gjë s'kuptoj, a ka rënë qeveria? Po. A themi ne që s'ka qeveri? Ra. Çka ka rënë kur s'kemi? Nafta ka rënë. Edhe nafta ka rënë. Por tash çka kuptimi ka domethënë? Megjithatë, jo, kryengritja po bëhet sepse ata duan qeveri teknike, sepse nuk hoqim imunitetin e asaj. Kupton apo jo? As BB-s. Po, BB. Big Brotherit. Po, bravo. E pra dakord. VIP, VIP. Ska rëndsi. Prandaj. Quindi evoca la scioglimento. Pur drot tash. Është qartë. Po pra ne po diskutojmë me ja zez mbi bardh. Zez mbi bardh. Tani, e kishin dëgjuar ndonjëherë këtë punën e qeverisë teknike apo e ke dëgjuar sot për herë të parë? Ja, unë ju referova dhe i ditë kolegu që tha gjithkohës kur ne kemi nevojë bëjmë një qeveri teknike. Megjithatë e rëndësishme është që opozita ka zgjedhjen. E ka zgjedhjen. Se jo, po pavarësisht kur do ndodhi, po ka zgjedhje vëlla. Domethënë nëse të bie qeveria, zgjedhjen e kemi ke opozita. Do thosh ti sa do ri opozita në pushtet ku është. Mbase do t'i duhen. Duhen ca kohë. Megjithatë nuk është hera parë që ka më shumë se 10 vite është diskutuar. Kur i ka fillesat jo vërtet? E mban ka më. Kur i ka fillesat? Ta tregoje pra me që e magemen. Ç'e tregoj? Gjithë aty kemi qenë, të gjitha kemi parë. Qeveria teknike. Po flasim mbas 2013. 2028 i mbam mend gjithë. Flasim për ja. Po flasim për fillesat e Partisë Socialiste që kur e mori pushtetin vitin 2013 dhe nuk i di, domethënë e ke pasur lindin 2013 dhe nuk i dihet kur do të vdekja. E qartë. Po thotë dikush e ka thënë në 2013 kërkesën për qeveri teknike ka thënë vetë Mr. Flower. Mr. Flower. Po, prandaj fillimisht 2013 nuk pati shumë sukses, se sa kishin ardhur në pushtet. Po pra. Atëherë Mr. Flower e provoi në 2015. Po. Prap s'pati sukses. Në çdo vit tek. Jo, për inatin ta 2016. Prap? Po nga Lulzim Basha. Po, në atë kohë. 2000 kur ka qenë kjo marrëveshje e famshme 17 maj? Ama tani 2018. Një 17 maj diku. Nuk ka rëndësi. Që atëherë këta e morën datën 17 maj dhe e vendosën që në 17 maj. Qartë. Për shembull, duke respektuar dhe ju për efekt moshe. Na falni për vërtetësinë. Për shembull, pse këto pushtete zgjasin kaq shumë në Shqipëri valla? Me kë e keti? Jo, po ju pyes juve, them.
për efekt moshe, për shkak diturisë edhe respekti që kam ka shiush, do të thonë për shembull, Partia Komuniste ka net 50 vjet në pushtet. Partia Demokratike neti një sa neti. Pa edhe ai shumë do. Jo, nuk e di shumë. Vjeç bëri kështu. Është krijuar ideja si. Po tani ky tjetri që ka qenë 2013 valla, edhe çik më përpara. Domethënë mos për respektin që na respektoni. Respekt e pashë gjithmonë. Faleminderit. Jam për ne po pyes ekspertët. Ja ta them unë. Ja të lutem. Po pra. Si rregull, një parti merr një mandat 4 vjeçar qeverisje. Po. Dhe nëse fiton, merr edhe një mandat tjetër 8 vjeçar. Fillimisht duken shumë, pastaj mësohesh. Ja. Tamam, ja, kjo është. Kjo është profesionale. Mandati nuk është 5 vjeçar, se kështu e pash në një. Jo, vetëm bashkia është 5 vjeçare. Apo presidenti. Jeta unë them ta mbyllim sepse për këtë punë le të merrem programet që kanë 35 vjet që merren me këtë histori. Nesër është fakt nga që do fitoj Shqipëria. Jo, Chimpeka Live, të lutem. Jo, kisha faktet dalin vetëm te Fejziu. Është në Poloni se e pash sot. A ishte në Poloni. Po, e thash desha e shekullit për Shqipërinë. Prandaj doli Albatrosi ti te APC. Po, patjetër. Vetëm mos u kapni me dorë, se jeni në transmetim. Kështu Po që jeni live. Sa mesazhe na. Dy lexo dhe futemi me muzikë. Jepi. Prito se kemi të lajme të tjera. Okej, jo thash mos Urimi është arbitër për fishekzarët. Okej. Punë mbar klubi. Ja pritani, nëse ai dërgon vetëm arbitër, duhet na dërgojë dhe pjesën e dashurisë ndaj motrës. Po ka dhe trajner panel. Mendoj se e ka lënë të hapur, si mendoni ju? Në fakt trajner. Për ka arbitër kase, është njëri nga arbitrat e ashtunë. Mos e thuaj. A më le tani. Mos e thuaj, di gjithë Shqipëria këtë gjë. Nuk na duhet biznesi familjar. Tani nuk na duhet familjar. Një tjetër mesazh na uron, puna mbar klubi. Faleminderit. Unë uroj gjithë të mirat atyre që hedhin dhe për robët e tyre. Urimet më të mira, thotë se për urim me libër shtëpie. E kuptova. Tjetër ka. Një tjetër pyetje, Egi a ke hedhur ndonjëherë fishekzare për Ermal Mamashin? Kam hedhur. Po pse? Po jo për Ermalin. Po jo në 12 natës besoj. Jo, kam hedhur, po jo për Ermalin. Për kë? Kam hedhur për çiftin tim. Kam hedhur për natën e vitit 3. Për natën e ndrimit të viteve. Atë natë hedhin të gjithë vëlla. Po pra, atë falet. Nuk ka kaq shumë arbitër dhe kaq shumë. Unë kam pas nga ato që thonin gjurmlënës, nuk e di se ku i blej ato. Fishek gjurmlënës. Që ato kam hedhur. Ka ligj me ato. Po, në kohën kur i idhin me skishte. Kemi qenë një ditë nëpërmet me ca shokët tonë. Unë për natën e ditëri hedh thjesht i organet. Dhe bën shumë mirë valla. Dhe bën shumë ti mban shishe me ujë apo atë borsat? Borsat. Po ujë ngrohtë, më varet. Do të fut me skovsh, ha? Atëre Gret. Po. Do jetë momenti jot. Po pas pak. Mil. Atëherë 0692070222 vazhdoni të na shkruani dhe në Kosovë +383 4955 144. Apo e shihoni edhe këtë emision si shpesh shihojnë drejtën? Jo, sepse ka njerëz në këtë program dhe unë jam detyruar ti denoncoj që pin duhan. Pin duhan këtu brenda në studio? Po kjo filmohet dhe regjistrohet pra aq më tepër. Jo, është Caperenën ky lajm. Imagjino, po të ishim në New York, do na kishin hequr nga puna. New York pije cigare dappertutto. Ne kemi pa filma me FBI në zyrën krevate. Albana Koçiu do të na kishte hequr nga puna. Kush pi duhan? Po s'është mojo. Nuk është mojo, apo ajo është ministri Brendshme? S'është mojo. S'është e Brendshme, po është e shëndetësisë, se u bë një herë Brendshme duket. Shëndetësisë është e Visala. I ka ndryshuar, si ndryshon kryeministri do 3 muaj. E komplikuar shumë. Le të flasim për dikë që është më i rëndësishëm se gjithë ministrat. Emrin e secilës e kemi dëgjuar shumë këto kohë. Për të kemi qarë madje Mirlinda Karçanaj. E kam dëgjuar po. E kam dëgjuar. Për qarë mbase jo po e kam dëgjuar. Mos ke bërë një gjë tjetër që rimon? Qarë par. Jemi prekur. Jo. Jemi prekur ndërkohë që dëgjonim kryeministrin. Që na thoshte se Mirlinda Karçanaj. Po. Për Mirlinda Karçanaj po flisni ju. Po si në gjithë Shqipëria. Ju akuzoni Mirlinda Karçanaj që ajo është një zonjë nënë nderuar, e para që binte në punë, e fundit largoi dhe mbi të gjitha që jeton në një shtëpi me qira. Në ato momente. Pyetje. Jo vetëm kaq, por urdhë. Thuhet qira apo qira? Thuhet qira. Me qi. Qira. Tani flasim rim shtrembët, flasim drejt. Pa konotacione. Qira. I ke gjithë ambientet, thot ambient me qira, ambient me qira, ambient me qira. Ai është dialekte dashur. Gabim. Mos i gatrojmë. Është gabim. Po koleg. Po shaktë. Po doni ta shpjegoj etimologjinë e Qira. Shumë e qartë. Na shkruajini, më fal se ne po na dëgjojnë tani në transmetim direkt 0692070222 thjesht po i bëj një pyetje. Shkruhet qira apo qira? Ju lutem ekspertët na shkruajnë.
vazhdoni se vjen përgjigje. Shqira. Okej, do na ashtu. Po thoje lutem. Jo vetëm 1+1 koleg, po para fabrikat. Atëherë pyetje numër 2. Pyetje numër 2 sepse unë për gjuhën shqipe besoj e keni parasysh. Absolutisht qipo. Thuhet qiri apo qiri? Kjo është çështje. Në gjetnisht është qiri. Duhet ketë një aksion Po ti gjetny. peshosh kësaj gjës, merr një konotacion, unë do thosha që ama nuk e pëlqen. Okej, e qartë. Ja, shikoj çeshin njerëz me ne. Atëherë kemi ndaluar tek qiraja. Kemi ndaluar tek qiraja dhe jetesa e vështirë e zonjës Karçanaj. Këtë na tha kryeministri të paktën, unë personalisht ndjeva aq keq sa do kisha dashur që edhe shtëpinë në cilën jetoj veç është me qira, edhe pse po kërkoj një tjetër tash është për shumë vështirë. T'ja ofroja asaj aq shumë udhim. Po pse ofrove? Apo ushit shtëpia? Sepse faktoje, është gjithmonë faktoje që ose erdhi për mbarimi. Faktoje çfarë bërim? Çfarë lidhje ka me anglishtën? A dori t'ju shpjegoj etimologjinë e fjalës faktoje? Na thoni pak rrënjën e fjalës së faktoje. Ose temën e fjalës. Çfarë bëri faktoje? Është në shqip, çdo folje që ka përfshesën oje tregon një veprim. Punoje, trazoje, faktoje. Po. Si ka qenë? Qira. M'fal. Si ka qenë emisioni Chimpekës? Nga Chimpeka. Ka qenë fokus nga Robert Papa. Nga Chimpeka? Po, kështu ka qenë. Po tëja ka qenë gjithmonë e madhe, kaq sa duke. O i dashur, a të bëjmë përshtypje të syze e Kelit që i ka si kryeministri ke podcasti, vetëm se ky i ka blu. Po i ka të tjera që i ka të ngjashme. Jo, o vlla, je duke u regjistru për YouTube. Duke duke regjistru? Duke. Do vija një bastë. Do vija. Po lutem pra. A ju duke syzet? Po. E bëjmë bas që nuk pa regjistruar. Besoj se po. Por e rëndësishme është që Keli të shkojnë shumë më shumë se kryeministrit. Megjithatë. Po pra ne. Isha duke thënë se ç'kishte bërë faktoje. Ç'ka bërë? Ka bërë analizën e deklaratave të saj të pasurisë në ILKTPI. Janë bashkëtingëllore dashur. LKDPI. Faleminderit. E dini çfarë është LKDPI? E dim. Ishte tu lashti deklarimit pasurisë. I kontrollit deklarimit pasurive. Po një kë që dise v, fjala derë. Inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrollit pasurive dhe konfliktit të interesit. Dhe çfarë pa aty faktoja? Që zonja Karçanaj kishte në zotërim të vetin, disa kështu 50%, disa tjera 100%. Plot 4 apartamente, jo 1+1 pallate para fabrikat. Shiko tash se ka një gjë. Dhe një ullisht. Shtat faktoje sa? Se ka një gjë, pa lutem në ullisht nuk jetohet dot. Nuk jetohet. Nuk kush sa gjëra kena bën në ullisht. Fal, po un kam kamperin në ullishte, edhe në lulishte. Dhe jeton aty. Zonja fjalë ka alergji nga kamperi. Okej, dakor. E dyta, jetojmë në ekonomi tregu. Okej, fal. Un po të kisha 3 shtëpi mia, do të jepem me qira. Me qira. Absolutisht. Pyetje. Po pra, këtë duhet këtë bërë. Quhet qeraxhi apo qiraxhi? Shiko, varet se sa shpesh bie në shtrat me atë që ka. Atëherë pyetje. Shpërthimi i kësaj fjale tregon që dikush ka dhënë fjalën dhe kur e shikojnë me unaz, për shembull kur të shikojnë me unaz, nuk të kërkon njeri për nuk. E kuptoj, qartë. Edhe pse koha e fundit po ndodhe kundër këtë. Faleminderit për iluminimin. M'fal, ti bëj një pyetje. Çfarë bën me këtë që hoqën nga puna këtë gazetarin? Babaram. Zotin Babaram. Ku ti? Unë mbyll vetvete? Do shkoj te syu. Se e shkarkon, do të shkarkojnë televizion privat vetëm në Shqipëri. Po interesohet për ndihmë sociale. Egël si kanë thy xhamin e makinës. Cilës e egël? Cilës egël? Egël njofim ne domun. Egël. I kanë thy xhamin e makinës. Cenoklosit. Bravo. Mendova se mos kishte doktori konferencë. Të lutem dil nga sy mud. Jo, Cenoklosi ka qenë drejtor tatime, që jam brenda. Edhe mos përmini emra se janë reklama. Ndërkohë vazhdoni. Ua, kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje të treve aty, po kryesisht me Kelin e kam. Me Kelin se e njoh para 20 vitësh. Vërtet? Na prezanto Keli. Kishit akoma atëre. Keli kush është? Është miku yt apo? Është Goshi. Goshi, përshëndetje Goshi. Mirë se erdhët. Përshëndetje, urime se s'kam ardhur që e përgjysh. Çfarë lidhje ka? Nuk i kemi personale emisionet. Të përshëndes. Jam bërë të gjysh. Sa mirë. Po sa mirë. Urime Goshi, urime. Ti urrojnë. Urdhë dhe një? 44 vjet jam bërë gjysh. Po s'ka faj. Është i ka vënë punët përpara ai tash. A vazhdon? Lipi im Ibrahimi u bë
me binjak. Mrekulli. Si jeni njohur me Kelin? Unë me Kelin jemi në rrethana, unë do të thosha as pak të zakonshme sepse të prezantoj mirë. Patjetër. Unë jam Goshi. Tha Keli që është Goshi, prandaj pyeta se njoh me Kelin. Unë jam Goshi. Jam presidenti i Goshi Second Hand Kultur Brand LLC. Oh, wow! President. Po, nuk e besoj. Liability Company. Jemi unë, Coca-Cola, Pepsi dhe Puma. E kuptoj. E dini pse është LLC? To protect owners' personal assets from business debt. Që nga shumë serioze. Si e biznesi mirë? Biznesi mirë e të? Biznesi është në flatra. Nuk e di, po kjo mbyllja e Hormuzit mua më ka manitur. Se unë me thënë drejtë biznesin e kam me Kinën, Australinë, Birminghamin dhe Azerbajxhan. 24 vjeç dhe ke gjithë biznese, po themi, dhe ke gjithë të jetë kaq e përpra. Kam filluar rrjati Vishterit. Më pëlqen. 6 muaj. E kuptoj. Ka fillu biznesin semafor. Semafor? Aha, okay. Kërkonin e lekë. Duket pak si formë kështu. Bullizuese, po atëre ka qenë vetëm një minutë që të bëhemi të pastur. E kuptoj. Dhe më pëlqen që nuk e ndej të vë numëro, por domethënë ke përparuar. Kjo është gjë shumë e mirë. Se ju nuk e dini, po unë mund t'ju tregoj historinë time. Okej. Patjetër. Unë jam shumë kurioze. Bëm kohë që komunikojmë ose dëgjoj 2 herë historinë. Unë jam Goshi. Përshëndetje sërish, Goshi. Jam rritur në një lagje të varfër. Një lagje periferike. Një lagje që po ta kërkosh të Google Map të del error 404. Oh. Shiko, nuk dua të bëj që të bëjem keq, të bëj atë viktimë, po kemi qenë të diskriminuar o miq. Po punë e madhe. Ç'është e shkuar është e shkuar. Po ke shumë drejt. Shiko, shkolla jon ka qenë kaq modeste, ama kishte çati, kishte dyer, kishte dritare, po s'kishte mure. Domethënë shkolla jetës nuk vlen për juve. Jo, shkolla e lagjes sot i kishte gjithat mure s'kishte. Unë nuk e di se si qëndronte ajo çati. Po tash kanë qenë kohë të tjera atëherë. Ka qenë vetë sistemi atill. Megjithatë në klasa kishim banka. Kishim 10 banka dhe u kishim vëmena. Si e kishte emrin banka jote, Goshi? Banka ime ishte Abi Bank. Ishte Alfa Bank, Raiffeisen Bank, Tirana Bank, Banka Kombëtare, të gjitha bankat ishin emra. Mëra që këtu na hyri çefi për biznes. Më fal të lutem. Po Goshi, po banka e Sudës si quhej? Banka Sudes, mos ma përmend lutem. Lam gjithë pasurinë tonë. O baba. Po, baba ishi një vllai i vogël dhe para si futi në Sudes. Sa kishit libër mbesa të 24? 23. 23. Megjithatë më lër ti numëroj ti. Po. Jam të bëj tani. Radhës tjetër. Kur të duash. Historia edhe pse është shumë e trishtë e Goshit, ti je rritur i lirë, Goshi, apo jo? Jam rritur i lirë dhe jam edukuar më së miri. Po, sepse vërtet mësuesja na vinte një herë në muaj. Po kur na vinte, na bënte provim. Shiko, ne kemi qenë të diskriminuar. Kur kemi qenë në klasë të parë, na sonë abetare me defekt. Po pse kështu? Abetare tuaja sa shkruaj kam pas? 36. 24 kishte abetaria ime. Pas keni pas atë cilat ishin shkronjat italiane. Ato shkronjat me 2 shkronja këto i kam mësuar kur shkova ushtar. Kuptoj. Më mirë von se ku. Si mësove? Përveç kësaj, kishte shumë gabime shtypi. Abetaria jon, po. Për shembull, abetaria juaj, Shabani Sharon me Shar. Me Shar. Abetaria jon, Shabani Sharonte me barr. Më pëlqen. Edhe këto libra të letërsisë me gabimin ai sjellin. Nuk e di pse. Për shembull, vepra të shkrimtarëve të mëdhenj me tituj ndryshe nga ju. Dritora Golli për shembull, njeriu me top lecke. I kanë shtuar dhe një kështu domethënë, hobin e vet. Akis Tërmili. Sikur të isha djali vetë. Shumë e bukur kjo. Nga shkrimtar i madh Ismail Kabare, bravo. Edhe ty ta paskan sjell me ty. Po. Librat e tij. Kush e solli karantinën? Kancer në fund të timrit. Po edhe librat e huaj të gjithë me defekte kishin. Për shembull, Victor Hugo. Të përmjerë. Jo! Po sa pas ke lexu veç. Disa kishin ndryshuar fare, kishin marrë kuptim Dostojevski për shembull. Debili. Idioti debil. Edhe matematika ka qenë ndryshe. Më fal, po ti pas ke lexu shumë veç. Çam më sillin lexoja të gjitha. Si u girta sa? Edhe çokolata të gjitha, tani çokolata unë lexoja.
qa përmbajtje mbrapa. Po sot vazhdon lexon? Jo sot ja. Do na flasësh pak rreth familjes, Nusja, me çfarë merret? Nusja është asistentja ime kryesore në biznes, ka dhe ajo departamentin e vet të flokëve dhe thonjve. Sa mirë, po bëhet. Pas ka biznes po. Trendet e kohës. Megjithatë ku e mësova unë biznesin? Ku e mësova? Nga librat e matematikës. Nga të kësaj matematike. Edhe ato me defekt. Po deri vonë 2 + 2 bëni 5 te libri. Kjo quhet sinergji. Jam habitur kur mora vesh që 2 + 2 bëjnë 4. Jo. Madje edhe 3 + 1 bëjnë 4. Nuk e di atë. Pas ka pas matematikë interesante. 2 + 5. Libri fizikës nuk ishte s'kishte gravitet. Dhe toka ishte shtesht. Toka është e shtesht. Toka Fredit. Sago se kam pas në klasë. Ore ka gabim libri. Jo, thotë, libri është në rregull. Je ti gabim ore. Po tani kërkon djes, po pse po kërkon sekretarja Erda Mia. Si ka Mia? Gjatë bashkëshortja. Bashkë jo nuk është bashkëshortja, sekretarja. Bashkë e njëni. Ka qenë artiste e filmash. Mia diçka më kujton në fakt. E ka lënë si se thonë ka. Si sigurisht ka Karolina. Nuk është Karolina. Carmina. Jo. Khalifa. Mia Khalifa. Sekretarja Goshi. Paska super. Paska ecur Goxhamia. Po më njofton se kemi një mbledhje të gurit të zi. Të gurit të zi. Po. Çfarë është guri zi po? Nuk e dini më. Jo. Kam aksione në Black Rock. Që dali, po ti që e ke me të marrë lek borç më. Po pra. A keni nevojë për sponsor? Unë kam nevojë. Kemi të gjithë, po. Ja se do t'ju themi këtyre miliarderëve, oligarkët të Shqipërisë t'ju japin në lek. Patjetër, biles ti mund të bësh sponsor emisionit ton. A doni kështu Bitcoin? S'do ishte keq. Ç'a do lloj gjëje pranë? Nuk e. Ç'a do lloj gjë që është qyle duam neve. E ke parasysh vet? Keli, si është nipi ma? Mirë. Po stërnipi jot? Do si qik me lodrë. Po, që është qonë. Keli që dorën qëtër. Që t'jetë me gjatë të lodrë. Ka lezet. Unë jam shumë gjithë të mirat. Faleminderit shumë Goshi. Shpresoj të dëgjojmë prapë. Nesër kemi. Barazim Italis. Nesër. Tu thatë goja. Bukur, është dhe patriot. Poshtë Interi. Pra tjetër. Jemi gjithmonë në Kaperenën në radion kombëtare Club FM dhe ky program është një prodhim i Club FM-it bashkëpunim me Faktoje dhe mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Shumë e vërtetë. Dhe ndërkohë jeni duke na dëgjuar në Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë. Ne kemi një kërkesë jo vetëm nga për gjithë ata kudo që na dëgjoni, cili është urimi juaj për syrtykët që festojnë ditëlindjen me fishek zjarre 12 natës, se je ti turni 3, se je duke fjetur, se ke fëmijë të vogël, etj. Nuk ka rëndësi, por duam urim. Po dhe na kanë ardhur disa mesazhe në 069 20 70 222 mund të na drejtoni të tjera ose në +383 49551144. Sa më pëlqen. Shkëlqen. Gendi na ka shkruar, unë nuk kuptoj ata që hedhin fishek zjarre në 12 pa 3 minuta. Do 12 fix. 12 pa 3, hajt se ka orën keq. Po 10 gjysmë pse. Ka shumë të tjerë që jedhin kështu, 10 gjysmë. Po. Merrem mend, ora të paktën duhet të ndjehemi me fat që në një moment caktuar jemi të grumbulluar në një orar të vetëm. Po sikur të ndin fishek zjarre në orën që kanë lidhur me vërtet. Do ishte 3 pajçarek mëngjesit. Do kishte vetëm zhurma pa gjithkohës. Po pra. Kur mbaron një palë lindur për shembull. Unë 5 mëngjesit. Po kur mbaron një palë të mbaroj, hapim dhe tjerë. Ka ndodhur një. Hap si pari shfaqja tjetër. Nëse juve ju kujtoni. Në 97-ën. Po, në çdo orë të ditës së natës festonim ditëlindjen. Jo. Na falson. Komuniteti ishte më i fortë. Problemi është dy fish tani vuajtja e sikletit, sepse shohim lajme këto raketat. Palek të shkon mendja për keq pastaj. Shiko se një gërm është Tiranë, po sikur ta nesin gabimisht për Tiranë. Ti fishek zjarrit janë brenda nesh. Kemi ata Aurolën mbrojtëse ku polar. E ke. Zëre se e ke. Po pra, se ne jemi NATO vllai, diti besoj. Jemi natën, po. NATO. Natën e mirë po. Kemi në Kuçov bazën e madhe. Është hera e parë që un jam dakord me kolegun sepse nuk ndihem më i sigurt që kur na ka larguar nga ministri të mbrojtjes Pirovenko. S'ka problem valla. Një biro ka rënë 100 grien, po rëndësishme është do të kur ishim ka më plak. Që na thoshin, "Ah, mistrec, Pirovenk." Apo jo, e diçka e tillë se s'ka.
Më pëlqen. Vazhdoni na shkruani mesazhet dhe ndërkohë ky është momenti më i rëndësishëm i programit sepse do kemi të ftuar në studio. Unë e ftova zotin Piero Vëngu, nuk pranoj. Nuk pranoj. Tha nuk shkruajnë emisione dhe ka drejt. Dhe unë po tisha, nuk do vjen. Ftova zonjën Elisa Spiropal. Të lutem më thuaj që do të vi. Jo, tha nuk pranoj. Dhe e ula pak pjacën, ftova ta ulën ball. Tha, unë do vi, tha, por me që ti ke ftu Elisën, nuk vi. Per pse ka një kështu, ka një kështu ngërshëm duket. Atëherë kalova nga ideologjia e vërtet, nga ideologjia e së djathës, nga koha e kryengritjes dhe ftova. Frotupin, jo. Nuk vi thot sepse jam i kontraktuar në APS. Atëherë ftova ideologun e së djathës. Çfarë është? Ai që ka shkruar dhe ka menduar platformën e mulizmit. Mulin, fto, nuk vjen. Kanonin e mulizmit. Nuk vjen. Cili ka ditëlindjen sa herë që ka kryengritje paqësore, edhe flas për eksakt. Ftova vet doktorin. Po. Nuk më takon mua të flas për mulizmin, tha. Nuk vjen. Ishte edhe i zënë siç na fola, ftova Gazin, Gazbardin. Po. Tha ma gezbard faqen tha me këtë ftesta, por nuk kam zë radiofonik. Gazbard. Unë kam besuar se çun diron. E ftova edhe këtë. Por tha ju ftoni çunin e gjajës tim, aty unë nuk vi tha. Jo, ishte Sander Gjoka. Po, nipin. Prandaj, mirë apo keq, kemi të ftuar se do kemi të ftuar se ky program nuk mund të jetë pa të ftuar. Mos bëj që ke marrëmarrëzë ekonomik, kur s'e kupton. Jo. Kemi ftuar Egin. Egin. Është në Kaperena. Është më pak që mund të bëj. Ose kam kënaqësi, nuk është e paguar. Intervista quhet një intervistë e pamundur me sepse pyetjet dua që t'i shtjellosh dhe të futesh në thellësinë vertikale derisa të kapësh pikën horizontale të pyetjes. Patjetër. E kuptove? Me parabol mundësisht. Patjetër. Egi, ju lutem. Nëse jo me vëmendje, se pyetjet janë shumë të rëndësishme. Po tashin vje keqe puri thot. Je i përqendruar? 100%. Karolina po është ka un fokusin, ka kënë. Do të thënë gjë për internet. Egi, po vlla. Nëse lufta me Iranin zgjat ende, a mendon ti që vllaznia do ta fitojë kampionatin? E para punës së vllaznis duhet japin. Nuk e di e meriton apo duhet japin këtë. Po pse mos e jap? Jo, dakord. Po them duhet japin. Vllaznia me bluzën e vllaznis. Kurse për këtë luftën së Iran, sapo kemi filluar. Domethënë ka pjesë të parë, do ketë pjesë dytë, do ketë reklama që dalin njerëzit pinë një gotë verë, për shkak siç ndodhe për teatro italiane, primo tempo, secondo tempo. Patjetër, pastaj do rikthehemi, domethënë janë armët që i ka shit vetë Amerika atyre, ato po i përdorin tani kundër Amerikës. Përgjigje e zgjatur. E zgjatur. Po jesë duhet t'ia shpjegoj njerëzve se Irani ka ble, jo, no. Ja më le, se duhet gjitha. Pra vllaznia meriton. Ja, gjitha. Po që do ketë luftë. Po, do ketë luftë. I duhet i çik planetit. Se duhet për shembull të largohen ca ushqime, duhet të bëjnë ca kështu rifreskime. Duhet të mbyllen ca banka që të hapen ca banka të tjera. Për shembull ka mund të hapni zërin shifeni. Po na fal Xhaxhi. Në 1930 në Amerikë ra depresioni, janë të gjitha etapa që duhet ndodhin këto. Përgjigje e stërzgjatur. Okej. Vazhdojmë të me pyetjen e radhës. Patjetër. Bëni një pyetje, domosdoshmë bëj gjithë pyetjet. Egi. Tani që pronari i OnlyFans ndorroi jetë ose vdiqi, themi shkurt. Po. A do t'i fitoj Saliani zgjedhjet brenda PD-s? E para mu vje keq për të qendroj, se e pam, e kemi thënë ne këtu në radio dhe vje keq. E kemi frekuentuar. Patjetër, është shumë e madhe, po unë nga që aplikoj shpesh OnlyFans se kam me dy shoqë dhe mia. Edhe më thotë, ku i them ku ty takoj Milali? Po futu ke me account thotë dhe na ke aty. Edhe bëjmë muhabet gjatë natës. Po i kam pas shoqë shkolle. Kështu që duhet suportuar mikun biznes. Çfarë bëni për marshet e makinës, manual, automatik, makinës me dy timon. Më shty kamjo thotë, i them të duhet vaj. E kuptoj. Vaj çavaj hedh. A do t'i fitoj Saliani zgjedhjet brenda PD-s? Që mbas mbjelljes flokëve brenda ku ishte, besoj që jo. Përgjigje me kaçurela. Ja. Po tarim do deri këtu, domethënë nëse flasim për argumenta serioze, siç është OnlyFans, domethënë atje a e mban mend doktorin kur hapi llogarinë në TikTok? Po, patjetër. Saliani pse nuk hapni llogarinë në OnlyFans? Ka harruar. Atë se dimne, atë nuk e dimne. A e dim. Jo, atë nuk e dim tash. Nuk e dim. Atë e di ai. Sepse ti nuk e di atë që nuk e di. Dakor, po nëse ne e ftojmë këtu për të na folur për atë që ai nuk e di, mbase zbulojmë një herë atë që ai nuk e di, këtu nëse ne duhet ta dim. Si është përgjigjja koleg? Përgjigje
E sakt. Urrime. Egi. Po. Tani që Mërkuri ka dalë nga retrograda, nëna e Sultan Nevruzit, a quhet sultana? Përpara 3-4 ditëve po vija këtu në punë, u takova me zërin Miri, ishte për pazar. I thash dashur si, zemra më tha, po nuk kishim shumë kohë për të folë se unë japa xhamin e makinës dhe kisha një makinë mbrapa. Kisha për pazar në pëlqeu, ishte e bollshme në pazar. Ishte e bollshme në pazar. Shumë e bollshme në pazar. Po se kemi pas tash ne 2 skena xhirimi me një film bashkë, kështu që gjithmonë në retrograd ngeli kjo Mërkuri më dha. Është bërë si Interi që gjithmonë ndjek skedina. Nuk e di pse. Po ka dhe planetet të tjerë. Përgjigje e bëshme. E patrukuar. Jo, vazhdo na shpjego kur e takove te pazari. Kam një mbrëmje shumë të mirë. Jo te pazari, këtu më përpara një qendër tregtare që është hapur lagjeston. Tash sa bëre zemra mirë, si je, si dukesh mirë, apo dukesh mirë, më tha. Okej, unë ndjeva mirë. Unë ndjeva mirë. Edhe thash ke bër pazar, po thanë, ka bër pazar, tani do bëjmë gati, se jam i ftuar diku nëpër media që s'kem pse t'ja përmendi për çështje. Jo reklame, po e ke parasysh mbasës duam. Po pushose, po flas në emision. Po nëna e Sultan Nevruzit, a quhet sultana? Po, janë ortodoks ko. Po kanë një periudhë vin nga Çamëria, kanë e vërtet, festojnë Pashkën, duket se këtë vit i bie 2 herë, i bien Pashkët kokë në kokë me njëri tjetrin. Jam shumë i sigurt. Po ndodh një herë në retrograd kur bie Mërkuri, ndodhin këto. Kur është Venusin centrifugal. Okej. Arm pushimi i përkohshëm me Iranin uli çmimin e naftës. Po ashensori pse prishet në pallatin e kolegut? Sepse janë ca legena, që nuk se s'duhet përdor termin katunar. Po them ca legena, që nuk paguajnë atë mirëmbajtjen, që ta vënë me një flet formati, thonë për shembull, ju lutem banor nga data 7 këto, ju lutem të paguajmë për shembull një 5000 lekë për mirëmbajtjen e ashensorit dhe për mirëmbajtjen e shkallëve. Dhe asnjë nuk e bën se thotë, unë kam kat parë, ç'm duhet ashensori mu. Legeni katit parë. Po kur vjen puna ke ujë, duhet pompa, i thotë katit hap ndizet pak. Të çmund ç'nëse jo po, këto gjithë problemet e jetës së komunitet. Edhe vjen shumë keq për këtë që nuk paguajnë njerëzit. Se kur sa ke për të paguar për mirëmbajtjen e ashensorit, ja 100.000 lekë në vit. Po çfarë është 100.000 lekë në vit? Por në 120. Se kjo, po se e kanë zonë të mira i pranej. Edhe kanë kat 5. Ti në pikpamje metaforike. Çfarë thotë që nuk ngrihet ashensori? Nuk ngrihet. Si kushta ka gravitet. E kuptoj. Si të lartë valla. E kuptoj. Me klikësh. Ti shkruaj tamam fjalët, E mirë mbajtur. Ja. A qytetari biri bota, jeton komunitet. Nuk e di. Si se di, po sa mësove pra se di thot. Koleg bëj një pyetje, domethënë nuk ka çfarë do. Çfarë do të thot në gjuhën e sotme shqipe shpreha e famshme sex, drugs and rock and roll? Në shqip? Po, në shqip. Ndrim vaj. Okej. Pije masive. Okej. Dhe ç'ishte ishte e fundit? Tallava. Drog. Rock and roll është James Sandrin. Sa vjeç ke qenë kur ke mësuar kuptimin e termit rock and roll? Po. Se mbaj më. Imagjino ky ka qenë në bank me Giovanotti. Ai prezesht. Sot vjeç i vjetër sepse rock and roll koleg do thotë ngriva shkriva. Gjalbin e lëpiva. Rock ngriva dhe roll rrotullohesh. Pra ngrivi çik pastaj rrotullohesh. Kuptoj. Pas ka qenë punë manuale. Si ka qenë rock and rolli për ju në kohët atëherë? Si manualisht. Jo, po them si tingëllonte, si tingëllonte. Nuk ndron, varet nga mallësia. Më pëlqen. Nice. Si përgjigje ishte përgjigje e vonuar. Ja, është me moshë. Tani unë kam një pyetje shumë vështirë, Egi. Përderisa Donald Trump është pellazg, Sulejmani Madhërishëm a ngjan me Big Bastën kur futet në dietë? Kinematografia turke sot është e dyta në botë ose po them kokë bashkë me Hollywoodin. Ne presoj të bëjmë historinë dhe po lare me këtë histori që mësojnë Shqipëria më. Po lare me këtë që mësojnë Shqipëria më. Se shkoni jashtë shtetit i din gjëra ndryshe. Tani më dëgjoj, kinematografia turke sot është me cilëtetin maksimal, siç ndërton edhe është pak më mirë se Hollywoodi, sepse shteti po subvencionon shumë. Dhe po ti shohësh të gjitha. A ka mundsi një sekond të flasë për Big Bastën, se ai ka mbjell tokët dhe nuk i mban ajo pjesa lart. Nuk i mban. Nuk zë aty vlla. Dhe po ti shohësh të gjithë telenovela turke e bëjnë xhirime të ura Bosforit. Që tregon lindjen dhe ku po shkojmë drejt Evropës. Aty ndahet Azia me Big Bastën. Okej, me Big Bastën. Dhe kinematografia më e madhe e telenovelave turke sot në botë është në Spanjë. Ke Mamacita que linda. Njofun njërin që ta rregullon ti shëroje i Sulejmanit Madhërishëm. E njifti të dy. Ka nevojë. Deluxe ju. E kam bër vetë dhe e ka shkruar tekstin e tij. Përgjigje deluxoze. Kështu që kam bërë dhe sultaneshën. I kam përgjigja e fundit dhe pyetja e fundit është filozofia e gjallë. Më mirë një ves sot dhe një pul mot apo më mirë një pul mot dhe një ves sot? Mili,
apo e ka Egi? Ja ka dhe njerëz si përgjën çifte. Ja, kuptoj. Ja, urdhërosh, si serios përgjën çifte. Spionazhi. Mund të blejnë po themi bluza, pantallona, kput, se lakurish nuk do dalim. Po 2300 euro brekët vet tha I bleva. 400. 2300 më tha. Po, varet sa ka qenë euro atëherë. A më ti keni, nuk shef televizor ti? Pra ti je me një pul mot apo jo, sepse inflacioni. Po. Un jam Ka dhe një pyetje nga dëgjuesit për Egin. Dori na shkruan një pyetje për Egin. Kam nevojë për 200.000 euro për një projekt, a më ndihmon dot? Dori është kolegu I Nisi që do të organizojë koncertin në Boston, kështu që do t'i japim lekët, do ja çojmë nga këtu që të shkëlqejë Nisi me që datën 28-sh në Boston. Nuk ka problem fare për t'ia dërguar. Problemi është ku ti gjem. Më duket se është një tjetër Dori. Dori e kitaristi. Jo. Ja, po mu ky më intereson. Edhe ky artist është, po. Ai ka 200.000 euro për. Ja, po patjetër. Apo ja jap se është. Po ti s'më edhe mua 5.000. Po jash me tani që është poshtë euro, ja japun. Ti ma ke kërkuar kur ishte euro 1.4. Po ta kërkoj prapë. Ta japun. Do vazhdosh për gjë çiftet? Kam edhe një pyetje të thjeshtë, domethënë ky Dori si e ka më gjatë. Keli mos u mbyll shumë vetvete, se unë kam xhan. Unë po t'isha femër do t'jepesha. Është një gjë që duhet ta mendosh 3 herë. Edhe unë se do isha me të parën më valla. Përshëndetje, si jeni? Dëgjoj se mora në telefon CNN-in ma mbyllën, mora BBC-n ma mbyllën, shqyr që s'po ma mbyllë jo. A mund të prezantoheni? Sa do pyesja, po na telefonon nga Kosova, po e kuptova më duket. Jo, nuk jam nga Kosova, jam Sandokani. Sandokani. O, sa mirë, të përshëndes, si jeni mirë? E kus babaja, Po, ose kuzum baba për ju që jeni nga rrethet. E vërtet, është vërtet. Jo, kus baba e themi ne. Më bëhet shumë qefi. Keni një arsye që morët apo thjesht për knesi? Kam arsyet. Tash të bëjmë çik reklam për biznesin që kam. Të bësh patjetër. Tashi, po duhet paguash lekët poshtë te Rudi dhe po leko, po kisha lekë se doja reklamën. Qëndron edhe kjo. O Ekel, ta ndihmojmë djalin? E bëjmë një lëshim Kele? Ndihmojmë. Atëre, çfarë lloj biznesi bën? Te kuqe ola mash. E kuqe. Tani të lutem. Se kaca biznese që nuk lejohen me ligj. Po më fut me të kuqe. Tu fut me të kuqe, mund të jetë çepe kuqe, mund të jetë speci kuqe. Po. Cili është natyra e biznesit tuaj, sipërmarrjes tuaj? Po, pra lloji aktivitetit. Ç'a? Sa kohë kam? Për të folur, ke 4 minuta, 4-5 minuta. Tu bëf vëllai. U kam një autobus nga këto double deck. Okej. Po. Kat me 2 kate. Katin e parë e bleva me kursimet nga puna e parë. Okej. Katin e dytë ma bën dhurat sa shok të mi në Belgjik. Okej. Atëherë që ka si ato autobusat turistik, domethënë këta që shohim qytetin. Quhen hop on hop off ato. Bravo. Hop ande, hop këtej, hop këtu, hop ande. Më fal, pjesën e dytë që thënë ma kanë bërë dhurat shokut nga Belgjik, e keni salduar me oksigjen apo me çfarë, me se di si quhen ato? E para që the, me oksigjen. Me oksigjen. Te muçua. Jo me elektroda, kjo është ideja. Jo, mucho asa njëse. Sa lek më more? Vlla. 300.000 lek. 300.000 lek për gjithë atë. Wow. Goxha nder. Po ju lëvizni. Nuk gopet mucho me lek. E kuptoj. Tani më thuaj, domethënë me që ka nga këto autobusat me 2 kate, domethënë si autobusi Krishnik Spajut. Open bus. Po. Open bus. Ju e përdorni për qëllime turistike, domethënë se un kam parë për shembull në Barcelonë, në Madrid, në Rom, ka nga këto. Në Vlorë nuk jam i sigurt fakt. Urdhë? Ka 1 milion turist në ditë, o vëlla. Bën xhiron e Tiranës. 1 milion. Po sa hipin autobus? Më fal lutem, po ti nuk më dukesh nga Tirana që të bësh xhiron e Tiranës. Jo, pra tha nga kus babaja Kele. Kam qenë në Vlonjat. Po. Pastaj emigrova ca kon në Ksamil. Po mirë. Ktheva në Vlorë. Po kemi pas punë të mirë vëlla. Ke pas. Pas një skap 12 metrosh me 4 motor. Po çfarë lidhje ka me guidën turistike të Tiranës? Po tregon për veten. Ka një vjen më koha patos nanos. Jam shumë dakord me këtë. Nuk vjen më. Jenim kinez në skeli çonim mbrapa Sazanit, pritemi në bari, Kote arta. Po ma kuastroj guardia di financa mose bëfshin atë. Atëre, keni punu fort ju në ato. Jo, ka punu shumë, po me që bëjnë guidën e Tiranës, ku e çon Tiranë? Se jetë po jetë do në fort. Martë 15 kaçi në orën 9. Okej, bukur. Po. Ça ju thua kur I merrte 15 kaç? I porosis.
lejohet duhani në autobus. Së është i hapur ai. Në katë pa lejohet, në katë dytë jo se na shohin. Në katë pas. Goxha strategji. E qartë. Nuk lejohet alkooli në autobus përveç shoferit. E qartë. Dhe kur shoferi pi alkool mos i fol shoferit. E kuptoj. E qartë. Guidën e bën në gjuhën shqipe apo Guida është me 15 gjuhë, po 14 punojnë. Është me aplikacion, po. Vetëmja gjuhë që punon është gjuha e nënës atë. Po kështu kolon muzikore ka, domethënë? Ka. Cila është? Në fillimin fare kam vënë sa këngët e këtij Ermal Mamaqit, po mund trëmën ja 2 pasagjerë. E kuptoj. S'kan fal. Diele të hënë të martë të. E kuptoj. Qartë. Nëse ne duam për shkak të rezervojmë, ju e keni me aplikacion, e keni me flet palosje, duhet vim aty te vendi apo si? Aplikacioni është Sandokan Kus Babait dhe aty ti aplikon, po duash merr dhe abone. Super fare. Hop kënde hop. Tani më thuaj, itinerari domethënë. Marrë 15 kaçi, marrë edhe buzderin aty. Këbë? Shoku i fëmijërisë. Buzder. Kaçi kola nga Baci. Po. E marrë s'ka leka edhe do shkonte Vjera, ka vjen e paralizuar e shkon. Oj shkreti. Si shkreti, e pa realizuar tash. Pa realizuar. Edhe ky hall më vete. Se nuk me një vajzë bukuroshe që di për shembull 2 ose minimalisht 2 gjuhë tuaja, se edhe i shërben ndërkohë klientëve. Se ka momente për shembull mi ka ndaluar gruaja. Po mos po them ti ndrosh vajin, po them ta kesh në punë. Pastaj ka dhe vajza që i kanë buzët si buzderi, domethënë nuk është problem. Nuk ka asnjë vajzë si buzderi. E kuptoj. Po pse mund të punoj shumë mirë, i bën mikpritje në turistëve, i shpjegon tjera. Etapa e parë. Edhe djalë bukurosh, Stuart. Vasho, Prit se po flet me ne, domethënë. Është kaçi 2. Ka nga 15 kaçi? Ka Airbnb 2. Po ikën nga 15 kaçi. Ku po shkon? Nga 15 kaçi i bëj xhiro në Nazës vogël. Stacioni treni, tregu një maj, farmacia 10 në Bryn, po çaj tregon turistave këtu domethënë. Drejtoria e policisë në gjykatë. Unazën i bën, unazën. Në Zoguzi, stacion treni, lëbuzderin aty, i fusin tek. Ara pashi këtu. Te pazarit preslala, Taranta Tinta. Ma prishin biznesin me këto që thonë. Jo, ke gabim, ne po të bëjmë përkundrazi, ne po të bëjmë shumë reklam. Fal lutem, turistët ai marrin çojnë në Paskuqan. Turistët. Po ka i super park aty. Në Tufin, te Fresku, te Vapa, te Instituti Fizikës Bërthamore. Kemi Institut Fizikës? Patjetër, i tregoj bëmbat bërthamore që kemi. Bëmbat. Po nga ato fleta që doni për shembull, të dielën nisemi në orë 1 për plazh. Ju presim te, ke parasysh që janë këto nëpër pallate i bëjnë. Në qershor fillon ajo. Mirë, dakor. Tani është kështu, është turizëm pranveror. Mjafton. Kthehemi në Vari Barjamit. Vari Barjamit. Hajde Tiranca. Gëzuar Barjamin. Në kokën tënde. Pastaj në Xhamllëk, në Pazari i Ri, prapa Muzeut Kombëtar, rrugë Kavajës deri në kombinat, atje marr kthesën, futen në Unaz, kopshi botanik, kopshi zoologjik, në Tek, aty ndaloj marr prap buzerin. Po sikur e kishe lënë aty afër spakut. Vajti në këmbë. Të bëj një pyetje, ju kërkoj shumë ndjes. Gjithë ky turi ose gjithë kjo guida ose gjithë kjo xhiro. Sa shkon? Sa kushton? Jo në çmim në orë. Sa shkon? Atëre, po të llogarisë. Se kemi pak trafik në Tiranë. Është një orë. 4 ditë gjatë trafiku, 4 ditë një orë më vetë. Pra, dakor, se. Është perfekte, ideale. Pastaj ç'a bëj pastaj? Do ta pako për koç. E kthehem mbrapa, shfutem në rrugë Elbasanit, te korpusi, te prezidenca, pallat kongresesh, kryeministri, përsëri në 15 kat. Po në vizitë a shtetit me këtë autobusi nuk bën? I kemi në plan, ja do shkojmë deri në Strug. Me leje te kryegjyshata. Tani do të pyes për çmimin. Më thuaj. Po për çmimin, si funksionon? Çmimi është popullorat. 20 euro për person. S'është keq pak. 16000 lekë merron tani. 50 lekë. Ja më pyet si do la dje. Si do le dje? E ta shumë pyetje, bëj një pyetje tjetër. Më falni. Je dola si ruar e qetru vlla. Se mora vetëm ja 2 japoneze plaka të fara nga 20 euro, 40 euro, 105.000 lekë vetëm naftë, bëhet ti llogaris sa euro, e sa lekë kanë fituar unë. Na subvencionon shtetin e autobusave, me nder jush një mot. Po ti je që je, pse se futet ke Unaza? Këtë futet e Unaza. Këtë autobusin, bëj edhe një gjë tjetër. Domethënë, bëj këto turet që ke futur, bëj edhe linë në Unazës. Hajde merre ti timoni se ke zgjuar fort. Po ç'a të bëj? Ju lutem, funksioni financiar i buzderit, cili është më?
Buzderi është paturinua. Paturinua dhe ai që mban mirat e ftohta. Ne kemi qenë për shkakun si staf bëjmë një xhiro. Kur do na rekomandoni mas dite apo para dite? Shkakoj aplikacionin. Unë do t'ju dërgoj në një vend që s'keni qenë asnjëherë. Pa. Te Mozaiku Tiranës. Do ju lë të isenishi, pastaj futuni në pallate. Pyetje se me pyetje të regjen Stamboll. Po, është bërë i ri ai. E ka parë ka inauguruar kryeministri Ndrek ka qenë. Se ndjek shumë kryeministrin. Po, pastaj do t'ju çoj në Surrel. Surrel? Çka ka për të parë në Surrel? Ha, të mirë. Çka ka për të parë në Surrel? Sarajet. Sa miri di ky nga Guzba Baja, Sarajet e Surrelit valla. Po. Ua, më pëlqen. Pastaj mund t'ju ndjis në Dajt. Në Dajt? Me teleferikën? Po do t'ju lë aty. Shumë nafta gjoke ti vlla. Janë me teleferik, po s'punon, kujdes. Do vini varur kështu si Pelivani. E kuptoj, qartë. Duhet rrisësh çmimet Sandokan, duhet rrisësh çmimet se u lot ka shumë. Çmimet do se populli nuk është se ka para kanë këta miliarderë do që na ropën të gjatë, po si. Po të gjithë po i rrisin. Asnjë ministër nuk e ka bërë Xhiro Tiranë, asnjë nuk më i bën, s'ka bën. Po sa ata punojnë në Tiranë, në zemër të Tiranës. Ata lëvizin me bicikleta. Është administrata, në gjithë botën kështu është në mes. Bicikleta më dalin përpara, ja, iko, o qaf kuq, po iko andes të shti, por e. Qaf kuq. Nuk e kuptoj fare. Më shkonim ta bëj një herë me 3 kate ti e stëmën, nuk e di domethënë. Po po se të duhet presësh pemët pastaj. Të duhet presësh pemët. Cilat pemë ku ka pemë Tirana? Qendron. E keni shumë gabim, Tirana e kemi të bukur. Tirana e kemi të bukur, më thënë drejtën. Ja, është më e bukur. E po mbajmë pas ka hyrë në autobus. Që po bëjmë në Vlorë. Paguaj biletën tja. Do vazhdojmë të bëjmë Tiranë. Shive, me ty e ka. Me mua ka, kryeministri ishte kë. Pa vendit. Është këtu me ne. Kreu ekzekutivit. Po është fati i madhe. Pra. Unë edhe ta kisha lutur s'do më kisha. E shikon sa impakt ka emisioni jon. Për një, faleminderit shumë. Ishte një sponsor por e respekt. Mund të të bëj një pyetje? Ma bëj. Ka ndonjë autobus tjetër konkurrent? Ishte njëri po nuk jeton më. Ai tigri malezis. Ndrojet edhe autobusi s'gjendet më. Ndrojet pa dashje. E kam çuar ke Muçi Sanies për pjesë. A mund më japësh një këshill lutem? Se unë se edhe pyetje s'mund të bëjmë gjithkohës. Dua të lidhem me një vajzë më të mirë se vetja. Çfarë do më rekomandosh? Unë të rekomandoj të edhe syt nga ata që dalin na Big Brother. Ja. Do më pëlqen. Këshill nga ai është bravo. Bravo. Domethënë luan dhe rolin e shumë ju dëgjojmë këtu në radio, në autobus e kemi instaluar radio. Vetëm këtu e mbajt te si e ka ky klan e Femi. Po bravo. Faleminderit shumë. Dhe pyetja e fundit, a hidhni kupa në autobus për turistët? Gje një pyetje tjetër se këtë me kupa vlla. I pi vetë. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit juve, do lidhemi ndonjëherë tjetër. Edhe një pyetje të fundit. Thuhet qira apo qera? Tani po qe për të share, po ta hapush librin e shtëpisë, nuk del gjallë. Jo më thot prambjetër. Për shembull, japim ambient me qira. Si i thoni Vloriu? Japim ambient të futur. Okej. Nuk shtohet më mbi këtë vllaj, e kalon shumë mirë. Edhe ka shumë të drejtë. Nuk ka mundsi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ditë marrë dhe punë marrë. E frikshme. Shiko, ky kota ankohet vlla se ky kishte punë gjithkohës. Jo, mirë ishte. Kishte punu vlla në kohën e FNs. Forcave ndërhyrjes së shpejtë. Jo, ajo që skuptoj është domo gujtën e Tiranës se bën një nga Po këtu Tirana, kam nga Tirana. S'kam nga Tirana, s'kam vje keq. Domethënë po mund ta bëj dikush nga shoqata e Tiranës. Se ma isha edhe me djalin Sandokan nga Guzba Baja. Me se Filipinas apo një vlonjati kotën. Jo, unë tani punoj me një vlonjate ditë për ditë, domethënë nuk është ky problemi, por gjithsesi, domethënë do i bëjmë një emision një herë, si është punosh me një vlonjate ditë për ditë. Do t'ju marrim me intervistë dhe juve, pa problem. Po mirë, po janë dhe këto jam Tiranë si vjetër. Si kjo është tjetër gjë. Domethënë si mund ta këndojmë, domethënë këtë. Liçen Tiranës është diplom. Ashtu. Ka rënë si term, futorët më lehtë. Shumë çerona vojta. Përpara se t'ja jap fjalën Brianit, kam kuptuar pse kryengritja u bë me flamujt e Gjermanisë. Në respekt e që kemi Gjermanë. Kjo është e vërtetë. Edhe mami timi kishte po përshtypje. Ore çnetha që se i thash po ka një non grata dikush atje. Po shef flamuri Gjerman. Po. Do ta zbulojmë në serinë e radhës. After Pak. Kemi ardhur në pjesën e tretë të emisionit Kaperena në këtë të mërkurë të datës. Sa është data si vini kështu mirë? 25 mars në Itali është një Dante Di.
Megjithatë tani është momenti më i vështirë i programit sepse ne do hapim një rubrikë e cila kurohet premeja dhe smuret prej kolegut. Dhe prandaj do që ta thosh me që bëhet prej teje. Po. Të shkuar. Merr kont të falë. Rubrika ka një emër sintetik, quhet Turpi dhe Shëndeti. Shumë e vlefshme. Dhe kolegët do shfrytëzojmë dijet e tua të kufizuara nga mjekësia alternative. Dhe kërkojmë përgjigje për të gjitha pyetjet që na kanë shkruar dëgjuesit në postë. Nëpërmjet letrave, se ky është i vetë program që merr letra. E vërtet, nëpërmjet polumbave i marrim këto letra. Në një bufte këtu. Në rregull, Atëherë fillohet ti pra dhe respekt moshe. Tani, koleg, a e shëron hudhra mos mbajtjen e çiçit? Kemi kohë? Kemi sa të duash ti. Atëherë përgjigjja ime ndoshta duket pak zgjatur, çik shkencore, teknike, por jo. Kërkove kohë, kërkove kohë. Ai kërkon kohë që ta sepse procesova në analet e mia të shkencave mjekësore dhe përgjigja jo. Sepse ndoshta ti do doje një përgjigje me amfetamina, kodeina, neurotransmetitor. Po. Jo, s'ka. Është thjesht jo. Atëre, sepse kam përshtypjen se dijet e kolegut tek mjekësia e vërtet, pra mjekësia alternative nuk janë shumë të thelluara, më vjen keq. E vërtetë për alternativa. Atëre, një situatë reale, mbarojmë emisionin. Dhe do shkojmë te Syçi. E kemi lënë apo jo? Gjiz, hudhra, gajgot raki. Po. Pse shkojmë shpesh në banjo? Ndoshta ka rakia ure. E kuptoj. Jam proteksionist ndaj prodhimeve vendase. Marrvesh. Po nëse pim lëng qepe esëll. Kaq. Doni përgjigjet më të gjata? Ç'a ndodh? Unë them që ndodh ndoshta. Çan organizmi. Po më na tregoj që ta dim në përqep. Atëherë bakteret që ndodhen në kavitetin oral, ju pëlqeu kjo? Po, nëse ju pëlqeu, kjo është fjalë. Kjo është fjalë. S'kam lek vogla me vete, po jo, s'kam, nëse i paguajnë me kartë. 500 lekë janë. Karolina paguaj. Dhe kur ti shkon në punë, të largohen shokut sikur me pas ngrën hudhër. Ti thua, po çep kam ngrënë hudhër. Si ka mundësi që ti për shembull kujdesesh për veten, ha hudhër në mënyrë që barbare. Po ti je mirë me shëndet, sepse thonë që është antibiotik natyral e kështu dhe nuk ke sukses me femra. Sepse koleg unë takohem vetëm me vajza që han hudhra. Që nuk kuptohet. Nuk kuptohet. Jemi ka një reciprocitet. Kam edhe një pyetje. Jo, ti merr kontën e dashur. Mos ha hudhra, domethënë Greta se i gjithë kjo gocë domethënë. Vjen keq, më falni sot, ishte mërkur. Koleg urthi. Urthi. Sa vezë në ditë duhet ha unë që të mos Atëherë varet nga mallësia e vezës. Nëse janë vezë peshku 1.200.000. Okej. Vezë pule 12, vezë struci 1, ai tjetër kokës 2. Vezë pëllumbi? Në qoftë se ne apo vezë pëllumbi? Vezë pëllumbi jo, sepse kemi lëshuar. A keni parë ndonjëherë ndonjë pëllumb kështu të vockël jo? Pëllumb bebe? Bebe. Po. Kam pasur. Si quhet bebi atë pëllumb? Në kohën e Covidit kam pasur një pëllumb, ka qenë doktor. Po. E mbaja. Qartë. Ai janë e them se konsumojmë vajgur. Ora na ndodh në jetë. Po. Ç'a psojmë? Duhet deklaruar në mënyrë që të ulet çmimi i naftës. Aksiza. Ta ulim domethënë. Kujdes, sepse janë disa që bëjnë ca lojra të çuditshme. Që ulen galiç, po e themi, marrin çakmakun, e vendosin në pjesën e pasme në pjesën analitike të trupit. Janë kurioz të shohin se çfarë ndodh. Kujdes, nëse pi vajguri, atëherë do shikoni një kërpudh mbi Tiranë. Kemi te ministria. E kuptoj. Ju lutem Keli, mund të aplikoni juve. Tani unë nga që jam shumë familjar me trejet më të fundit të shkencës, teknikës dhe prodhimit, duhet ta kesh parasysh që unë interesohem shumë për të rejat dhe kurimet më të fundit, jo vetëm teknologjike, po dhe alternative. Dhe në Itali ka shumë sukses, sidomos kur mjekët italian e bëjnë Shqipëri. Po. Soda e bukës, a e shëron kancerin? Jo vetëm kancerin, po
shëron këto magjit, syrin e keq. Anijet nga ndryshku. Të gjitha këto koleg, lavamanin zhbllokon, domethënë janë ca gjëra që, kështu që unë urdhro. Formuloj ndryshe pyetjen koleg. Soda e bukës ai shëron kancerin apo jo, domethënë se është. Përgjigja është e njëjtë me përgjigjen e Çiçit. Atë lutem, nuk shkënjyë se po ndonjëherë duhet. Nëse mulizmi i shprehur në kryengritje përdor sot bukë, ç'a ndodh? Ndodh që nuk e di pse Salajin i bin flokët që kanë mbjell. 3500 euro në kosh. Për sa i përket higjienës orale, çfarë është kariesi? Karies diçka e ndyrë, do thosha. Duket që në emër me thënë drejtën. Të lutem se kemi edhe vajza këtu që kanë. Jo molla kariesi që po e pyes ç'ash, ma rrike dhëmët, ri brenda goje këto. Etimologjinë e fjalës karies. Po më lutem po e pyes ta mama për këtë. Po ju lutem mos i jepni konotacione negative, është thjesht ai është doktor. Respektojmë etikën dhe deontologjinë. Ju lutem. Kariesi çfarë është? Kariesi është një kavitet. E kuptova. Mos i pyesni çfarë është kaviteti, sepse përgjigja është e njëjtë me Çiçin edhe me koleg. Mund të bëjë një pyetje? Çfarë është kaviteti? Kaviteti koleg është një grop. Çfarë është gropa? Atëherë, ke parasysh ngjitur me dajtin është mali me grop. Me kavitete themi ne. Me kavitet. Ose nxeku. Ku bëhet ky kaviteti? Ku krijohet ky kaviteti? Atë ti e di që dhëmbi ka këto pjesë përbërëse. Ka smaltin, këtë quajmë për smaltin. Smartin. Dentina, patjetër. Edhe është dhe nervi. Po. Momenti është me nerva. Po Zana. Urdhro? Zana e do. Fala bëj se kam takuar sa ditë. Je i shart koleg? Se kam një pyetje. Të lutem. Po, meqense edhe un jam njëjtë si Keli, shumë e fascinuar për të përdorur termat e duhur në shqip. Pas teknologjisë, në 2020-ën gjithëve ne na kanë instaluar nga një çip në besoj edhe juve këtu në qafë ndodhet. Ky çipi që kam unë në trup, koleg, a e tregon vendodhjen si Google Maps-e? Jo vetëm vendodhjen, po tregon edhe ku jeti këtu me kredis, tregon qiranë e shtëpisë. Qiranë po vërtet? Po, gjitha. Se nga jo e patjetër. Tregon se çfarë ke bërë dje dhe çfarë do bësh nesër. Po unë as vetë nuk e di këtë se çfarë do bëj nesër. Atëherë duhet thuash 3 herë Simsalabim. Simsalabim. Jo, kur mbaroj emisionin. Jo tani dhe jo ju tjerë. Do ta themi në korë apo vetëm? Jo, ka vetëm me Gretën vlla. Jo vlla, jo, jemi në rregull në tjerë. Kaq. Ti duhet urdhro? Lutem shumë sepse jemi vërtet ajo që po më shohin syt këtu, domethënë në këtë radio. Simsalabim. Do të merrte çipin, sa të I dashur, urdhro. Gjethet e mullagës, a e shërojnë ekzemën përfundimisht? Patjetër, vetëm se ekzema që çrohet nga gjethet e mullagës duhet shëruar paraprakisht me kremra. E mora vesh. Domethënë, sa 50-50 është mjekësia popullore me mjekësinë e OKB-s, po themi. Atëherë, nëse mjekësia e OKB-s është 50, 50 është mjekësia farmacia që kemi të lagje, pjesa që mbetet, 50 që mbetet nga 150 është kjo pjesë e mullagës. A është vërtet i gjitha ilaçet e për sa i përket për të shëruar smundjen i gjejmë gjitha nën tokë, i kemi që i shkeli me këmbë? Mund të gjejmë dhe mbi tokë, sepse çka ke? Merrni për çesh. Terë për çeshun nga? Mund të gjejmë. Nëse ti mendon që mjekësia është diçka që bën për çesh. Jo, ne shkelim mbi tokë në fakt. Për shembull, ne shkelim çikore. Po çikore janë shumë mira për të zier, për të pirë lëngu, për të ngrënë. Atëherë, e mira është që ti shkelni zbathur që ty shërohen ato të çarat që keni ke gishtat. Nuk e di nëse jam i qartë. Absolutisht qipo. Zjeni dhe ti pini lëngun. Unë kam çaran kërthi si duhet të eci. Do shtriu përmbys. Kuptoj. Një çikore. Do të bën ato të bardha, një çikore dhe thuaj. Do të simsalabim. E shikoni që vetëm unë s'kam nevojë për simsalabim, ju të dy. Atë mund ta provojmë. Nuk është rastisht simsalabim, Karolim. Nuk vlen sa i ta mbas emisionit. Nëse ke dhimbje në tajare, je ftohur në tajare. Në avion. Qofse ke dhimbje në avion. Si bëhet? Si mund të ju doni ta shkatroni me kësi bashkë. Ju jeni në Europat. Domethënë ju jeni e qartë. Në Europat ato që të fusin grushti ke mulçia kështu nga jashtë. Faleminderit koleg, faleminderit ju. 300 euro, ju lutem shkur deri kur zbres poshti dua që me prerë 100. Vetëm jo, po. Me prerë 100 se herë në fundit ma futun. Më dhan 300 euro, prerë 300. Nuk ma thyen asnjë. Mund të bëj me kartën, falë.
Me kartë po urdhër kam aparatin këtu, kaloj. Sa të largohesh nga transmetimi do Smeti ka Keili. Enkas. Si e ke pinin 1 2 3 4? Bëre shumë mirë që e fillove kështu. Bëre shumë mirë sepse kam lajm shumë nga showbizi, nga gjëja më e rëndësishme e artit shqiptar, sepse po na ikin artistët njëri pas tjetrit. Me emër dhe me mbiemër. Jo më lali, ashtu shko veti. Ore po vdesin ere. Reality po shko futu vet. Çfarë do të thënë kjo? Po vdesin kush ka vdekur domos. Po vdesin, po nuk i pëlqen. Të nesër në përgënjeshtrojnë. Po, si punë dikujt që njohin. Jo, koleg. E kemi filluar Keli, kemi zbrit kjo Rozanandi tash. Po nuk e di pra s'më marrin vesh valla. Le ta lexoj herë, se tash sa e mora si lajm. Kush ka Një portal shqiptar publikoi një fotografi të këngëtares shoqëruar me imazhet e një aksidenti automobilistik dhe titull tronditës shuhet nga jeta këngëtare Rozana Radi. I morshin klikat, ju bofshin kurbon dhe ju fërkofshin kofshët, ke pesa. Te pesa? Është mënyrë të thënërit. Duke ngritur shqetësim të madh te publiku dhe ndjekësit e saj. Menjëherë pas publikimit të këtij lajmi, këngëtarja dhe moderatorja ka reaguar, o zot faleminderit. Më në fund. O zemra. Koncerti i miri ka thënë. Përmes një postimi në rrjetet social Instagram, që është i certifikuar me tik, e keni parasysh, verified. O Ecotex. Duke e dënuar ashpër këtë dezinformim, bravo të qoftë zemra. Merri moment thot çfarë janë në gjendje të bëjmë portalet online, ka shkruar edhe fillimisht ndërsa më pas shtoi. Imagjino të isha diku ku të mos kisha val. Do ishin shmëndur familjarët. Nuk e di thot si u mban toka, si peshojnë këto njerëz në tokë molla. Këto janë dele pa qumë, janë vargat mbytura. S'ka mundësi molla. Ti vdesën njerëzit me emër me mbiemër. Tani të lutem, domethënë sepse forca rëndesës nuk ekziston. Jo. Toka është e sheshtë, domethënë prandaj nuk ka, i mban toka. Ka rënë poshtë ligjet fizikës, o xhaxha. Fole ti vlla. Të ndërhyri njëri. Të katër po ndërhyn. A ka mundësi se vetëm një fjali kanë bër? Të katër po ndërhyn. Mba. E dini që e njëjta gjë kishte ndodhur dhe shkurt e Fejzës. Ama. Po, më pëlqeu shumë sepse pash një titull që lexonte i përdorën imazhin për reklam me inteligjencë artificiale, shpërthen këngëtarja shqiptare. Zoti i vraft. Ke pas ka çunë në dimension tjetër. Po shkurt e Fejza është mora zjarr. Mora fjalë kjo, po kjo mund ta bëj. Mora vesh. Shpërtheu shkurt. Nuk e di, domethënë. Nga vajkuri që theti pjesë. Ka kërkuar hetime për përdorimin e fytyrës saj në reklamën e bërë me inteligjencë artificiale, domethënë. Dhe në reklam kjo merr një kështu ulli, kështu limon. Ka ngjashmëri me një. Ja shkoj shumë njëra tjetër. Në Florë me rende i grinë dëkurën. Kupton apo jo, domethënë. Më fal, ky dronësim ku bëhet, ke diella? Nuk e di, domethënë. I Albania më duket apo? Po Gimbo, po Mateo, po Gimbo. Ka vdek gjithë. Ai që ka shkrim tjetër ky Mateo. Sa kanë vdek, aman keqen vllai, aman. Zoti i vrap, do të vetëm. Zoti i vrap, po mua më pëlqeu që dhe të gjithë të publikimin, domethënë edhe pas ka vdekur, kjo kësaj thjesht që kanë përdorur imazhin. Që të sqarojmë Zoti nuk vret, ta dini. Thjesht kjo është urrëtia që kanë njerëzit për njerëzit thonë Zoti i vrap. Zoti nuk vret. Nuk vret. Aleluja. A ke shitur ndonjëherë në orët e mbrëmjes për të parë se ç'ndodh me jetën e të rinjve në blog? Absolutisht qipo. Urdhë? Absolutisht qipo. Po. Sa kemi më sepse ndemën. Ndërkohë një lajm në fakt që ndoshta edhe ky është fake, sa e vura re për shembull unë dhe kolegu nuk donim ta besonim, nuk e di për ju. Javën e kaluar na la Chuck Norris. Merdi keq, mu merdi keq, më thënë. Mu them që s'ka nuk na ka, nuk. Mua mu deshin 2 ditë që ta besoja. Edhe mua mu desh një javë plot. Por mua mu desh takim sym me Chuck Norris e i ta besoja. Disa thonë që dhe vdekja ishte duke pritur vetëm korridor që. Po, që ai ta lejonte. Thanë këtë që prit sa të kalojnë 3 ditë. Ai ti për çfarë ka këshilluar? Për çfarë? Po ku e dim ne po çka ka këshilluar? Po flasim për Chuck Norris më nderuar. Që ka reaguar Donald Trump. Ka reaguar Donald Trump dhe aty e besova. Nga raket reagojnë mes. Pati një moment. Më pëlqen që ka reaguar Donald Veshaj. Domethënë ishte shumë ngushëllim tipik amerikan sepse vendosi që të bëj një listë komplimentash vetëm për ta mbajtur gjallë. Se kështu ndodh zakonisht andaj kur nuk e pranojnë humbjen. Dhe ka thënë shprehjimisht, ai ishte një djalë i shkëlqyer. Ai ishte një djalë vërtet i fortë, nuk ta mbante të luftoje me të. Ai ishte një djalë i fortë, shumë i shkëlqyer. Ai ishte një mbështetës shumë i madh.
Chuck Norris kur ka lindur, ka qelluar doktorin me shpull. Po e vërtetë është. Shumë e vërtetë. Madje ka marrë nënën dhe me makinë ka çuar shtëpi. Në fakt disa thonë që nuk e ka lindë ai ama. Po, por e ka lindur teze sepse askush nuk ja mbante ti ashtu nënën Chuck Norris edhe qartë. Të lutem se un jam goxha njëri i sinqert, naiv dhe ignorant. Çfarë thot ti ashtu nënën? Koleg, ti do të më shtysh mua në kuptimin ti do patjetër që ama ta marr personalisht. Jo, po domethënë ti ashtu nënën nuk e themi dot. Kujdes Edi se i vdekurit të vdes. Po kjo është e vërtetë. Do të përheqesh edhe mua atje në parajsin. Në botën tuaj të gjallëve vazhdoni ashtuni nënën jo. Po me raste. E kuptova, e qartë. Janë shumë folje interesante këto. Chuck Norris mundet me i vra 2 gur me i zok. Dy gur, më pëlqeu morë edhe vrull aty. Ishte i vetmi që kur e ftoi ky Orban në Hungari, Orban ishte shoferi. Edhe ky rritet si pasagjer, atë tregon pak për qytetin tënd. Ishte shoferi Urbanit? Yes baby. Disa thonë që Jezusi ecën mbi ujë. Po. Ai noton me smaleve. Është fantastike. Po pëlqen. Fakte tjera shkencore që ta besojmë që në të vërtetë nuk kanë duar. Pompa. Thjesht shtyn tokën. Chuck Norris ha lëkurën e portokallit. I bëft mirë. Sepse portokalli vet ka ik. I bëft mirë lale. Po, nga Afrika që sa gjërat mirë, ha shëndetshëm. Kur Chuck Norris e ndjen veten qef për me u zgju, e lajmëron diellin që të dalë mbi horizont. Pastaj zgjohet edhe gjithë bota. Kur ai idhet në ujë, në fakt ai nuk laget. Uj laget nga Chuck Norris. Kuptoj, ka harruar qoftë ujit i patjetër. Mbasi e mbyllëm edhe me Chuck Norrisit, tani pas pak do vi momenti i zvërtetës apo jo? Që do të thotë? Pas pak gjithashtu themi tani, domethënë. Pritshmëria ishte shumë e lartë, ashtu siç tha gazetarja juaj, por e para nuk kishte skenar. Okej, na fal Xhaxhi. Pas skenar jemi më të drejtë. Kemi ca referenca. Pas pak. Jemi mësuar. Ore kot të pyes, kot të pyes. Pa lekë se është pikë mikrofonin këtyre të tjerëve. Carlo Bolino e thot qira apo qera? Do ta marrim telefon, do ta marrim. Ma çfarë ke me mua? Un jam një imprenditor italian që e flas shqipen më mirë se ti italishten. Caro mio. E qartë. Qira apo qera? Jemi gjithmonë në Kape Rena në këtë program. Stë lenjëri me rand tokë. Sa ju dua më djem, sa ju dua po. Xhallazim duket. Xhallazi si je? Je bërë shumë i famshëm. Kemi duar 50 euro. Me një dal. Bravo. A ju dua sa as Kadria Zbiu s'kam dalë sa i duaj. Pse e mban mend Kadria Zbiu apo? Mbaj mend e ka pas. Po s'e kam mban mend Kadria Zbiu. Tani Xhallazi ne kemi nevojë për gjithë analistët na shpjegojnë çështjen e luftës në Iran, siç ka dhe televizion e radio të tjera. Pa një të shpjegoj Xhallazi se si e kaloi ditën. Patjetër. Se kam thënë asnjë vend. Çohem gjithë Xhallazi. Një pyetje para se ta fillosh të serin. Kujt i intereson si e kalon ditën ti? Thënë drejtën. Kam përshtypje që publiku i gjerë. Publiku i gjerë, më fal. Unë jam kurioze, unë jam. Edhe unë jam. Unë kam shumë respekt për njerëzit që kanë kontribut jashtëzakonshëm në luftrat e tjerëve. Po. Fillojmë. Qohem në mëngjes. Po let flasje buri dheut, po ki çik respekt më burr. Ç'është ky më valla? Jo më i nderuar, jo. Merru me mu. Xhallazi, merru me mu. Egi. Karolina. Emrin e mesit. John, shokët e thirrë të rrasin me pseudonimin Lakra. Kur ke qenë spion e ke pas pseudonimin? Sean. Më kujtohesh. Ja pra kështu bëhet dialogu tani le. Ke pasur një dhëmball në vend të dhëmbit të qenit. Shumë e vërtet. E ka pasi Ege Peaky Blinders si ajo. Po. Nëse, anyway. Qohem në mëngjes. Me afshin tët? Me afshin desha të një fjalë. Rri mirë burri dhe. Më ka qenë alamet kur nuk e di si ke dalë kështu. E pra. Ju lutem merrni kohën tuaj. Zgjohem mëngjes e Pilaçin, fillimisht ilaçin që zmadhon prostatën. Po. Ilaçin që zmadhon prostatën. Patje, po ka prostatë vogël. Mikroskopike. Kuptoj. Nuk është problem Xhallazi. Ilaçin që ngrej kolesterolin. E ka tulët më, do që ta stabilizoj. Është një ilaç tjetër që më ngrej tensionin. Shumë mirë. Jetohet me tension 1.7. Po, të duhet ta stabilizosh. Dhe në fund fare pi një broke me ujë me klor. Pse e pi ujë me klor?
Po i lutem. Kjo kuptohet, e pim ne që jemi djem të rinj, domethënë po. Se Keli e pi nga çezma. Patjetër. Pse gata pi Keli? Gata pi. Po se piva me klore? Klor i bë bashkë. I pive ilaç. Dola të marr pensionin. Po. Shkova atje për të radh. Më thanë Xhallazi hajde hy pa radh se ti ke qenë spion. Ka qenë spion. Kjo gjë shumë mirë. Kombet e mëdha vetëm me spionazh mbahen. Born ultimate. Pranoja që jam spion. Po. Po kam qenë kujdesshëm. Domethënë si spion, ka pas pagesë tjetër? Në kohën atëherë, na shpjego pak. A kishte pagesë? Jo si titull, se si titull e di, po domethënë si ka qenë pagesa për një spion? Për shembull, çai thosh 9 lekësha, 99, se më si ka qenë. 90 lekë ka qenë? Ka qenë 1200 lekë mashi të keqen. Kjo ka qenë rruga bazë. Kjo ka qenë rruga bazë. Për shembull si ushtarak. Po si spion, a kishte bonuse? Si part-time. Atë nuk ne quheshim operativ. Operativ sigurimi, kam pas dhe babin kështu interesant. Bravo. Po çik më iri se ty. Po ai ka dhënë mball ka pas vetëm. I ka pas të gjitha. Shon. As Google, edhe po thoje? Dhe u fute. Dola të marr pensionin. E kam pensionin 382.000 lekë. Mirë, është më mirë. Po 300 marr dorë. Te dy alese bjon dhe sa të darka. Oh, bravo, ta se dilshin bank. Ta se dillin bank një pjesë. Ju shkon mendja për keqë, ma luketër ju. Jo. Se kujtoni se po e gjuaj. Jo, shpirt, Keli ka këtë problem. Jo, ta gjuash do ishte problem. Jo, nuk po e gjuaj, kam mbaruar punë me atë. Unë jam maksimumin tim. Ke mbaruar punë, çfarë do të thotë? Kam mbaruar punë me të, do. Kam mbaruar, po kam qenë kujdesshëm. Ajo është gjallë, si ke mbaruar punë? Trajnoj një këtë vajzën se ka përshtypjen që. I dashur. Po e bëjmë çik bisedë kështu si muhabet çunash. Në kohën e zëm për shkakun kohën e luftës. Kishte kështu lidhje jashtëmartësore? Atë në kohën e luftës së parë botërore jo. Si funksiononte domethënë? Në kohën e luftës së botërore fillua diçka. Filloi, ja? Në kohën e luftës kundër mushkonja me Divjak. Aha, filloi shumë. Edhe pastaj u tregjen Muhamedi fare. Jo, emi radio. Lufta nuseve pas Po ndodh tani bëjnë disa televizione. Prandaj mbeten nuset me barr. Prandaj besoj se po se normalisht ti ke mbetur ndonjëherë nuse. Ju vetë për shembull ku keni shërbyer? U kam shërbyer në divizionin e parë. Po jo, në çavën për meta, ku diun çau, anyway. Shikoj, në fakt un kam qenë në brigadën e 812 sulmuse. 812 është shumë. Çfarë nuk besoni se kemi pas 812 brigada? Jo, absolutisht besojmë për çdo gjë. Ka qenë më shumë Xhallazi. Un kisha një pyetje, Keli. Me që po flisnin për barr dhe nuse. Pse shtatzanit në kohën e luftës zgjasin ja 3 vite? Ka qenë si patentat. Pyetje me vend kjo. Pyetje me vend kjo. Zgjasin 3 muaj se 9 muaj donte komisari. 9 komandanti. E kupton. 18 intendenti batalionit. Lini ta ka qenë intendenti batalionit. Jo. Sa i që mbante këto bukën, vezët, ujnë. Kupton. Paka shumë si frigorifer. Frigoriferi. Paska bo qef ai, paska bo qef. Ishte punë më Keli. Bate këto Coca-Cola. Po për shembull, haj mirë atje, haj mirë në atë kohë. Haj mirë, tash për të ngrënë mirë me thënë drejtën. Në momentin që më nder jush i mirë, do thotë që ai mirë. Po. Marrësh. Pyetje. A ke një orë me Shell? Jo vetëm kam një orë, po e kam bajtur në Krak, kuptosh. Në Krak. Ti nuk je plagos njëre. Nuk e di. Unë di që është plagosur 2 herë. Në fakt ai është plagos 3 herë, po 2 herë let. Ne që plagos rënd, nuk e se do të bajta unë Krak. Tani pyetje. Po sa herë me që u vrau veten apo e vran? Apo ishte shtatzën? Tash dëgjose ai dëgjoi të emisionin tuaj shumë. Varet nga lajmi. Deri tani vetëm ne të pesë jemi këtu, që dëgjojmë njëri tjetrin. Me çeun e vrau ndërgjegja. Ndërgjegja. Atë kemi vrar ne në fakt. Ndërgjegja ka qenë pseudonimi i shoqës Leka. Si quhej shoqja edhe një herë? Shoqja Leka apo Çesenka? Leka Brena. Ka qenë pseudonimi. Pyetja e fundit për të njëjtin argument. Pse e vrau ndërgjegja 2 herë? Pipa kujt, lutem. Me klor keni. Jep Keli nga këto. Kemi me klor pa. Keli është pro shtetit, unë jam pro privatit. Pse ju mori Xhallazi, e dini që. Po, Xhallazi ti e kemi Xhallazi, domethënë ti pra e Xhallazi. Pa pse mor?
Ai dëgjon ai Trumpi këtë emisionin. E dëgjon. Po me aplikacion. Por JD Vance është e sigurt që e dëgjon. O Trump. Urdhë? O Trump thash. Trump. I referohet me mbiemër. E kuptoj. Nuk fitohet lufta kështu o Trump. Si fitohet? Ja ta them unë. Pa e më një në luftën e dytë botërore. Ishim një kompaninë. Po. Isha unë, Rasimi, Kujtimi, Betimi, Shpëtimi, Vasili, Ismaili, Nevaili, Musafaj dhe Pier Silvio. Po Pier Silvio nga doli. Po, s'po pyete për Vasilin, për Nafailin, për Musafaj, po pse vene për italianët pyete. Po Pier Silvio. Ai bëri përshtypje. Pier Silvio ishte italian që ishte dorëzuar. Ishte dorëzuar. Po, shumë klaseve me Meceu. Në gjithë kuptimet ishte dorëzuar. Shumë klaseve me Meceu. Pier Silvio. Wow. Meno male che Pier Silvio c'è. Se kuptoj pse çuditën. Ai këtu edhe, ai më bëjmë ashtu se të vras. Pa. E vra. Troni vetë në gjitha ç'a lidhje ka kjo me luftën e Iranit. Edhe me Trumpin. Tani si fitohet lufta o Trump. O Trump. Po, ju luat kështu. Futen trupa toksore. Po. Bën gati pushte vjetra me bajonet. Me bajonet. Se në një moment mbaron municioni. Po. Qa do besh? Do përdosh. Qa do besh të ulesh pa pature. Jo, si Pier Silvio shkret. Po ta do vesh bajonetën. Aha, po ta vësh re këto për shembull sulmim përgjithsisht nga ajri. Sepse shqipet vin nga ajri. E ke vënë këto për shembull të po themi këto që po ndodhin tani nga ajri kanë shumë. Është vërtet po ne ta sulmojmë të ajri se ç'a bënim. Ai detin ai të fasole. E qartë. Ai nuk kalote gjëja. E qartë. Nuclear blast. Tani po jap një strategji, po ja falas. Faleminderit shumë. Për Trumpin. Për Trump. O Trump. Trump. Si thash? Në rregull. Të shap zotëria amerikane sot, kështu që po dush. Fillimisht brigada zbarkon në Tiranë. Në Teheran. Në që është kryeqyteti. Po si? Me desant aeror. Me desant. Me diversant. E pushtojmë Tiranin. E pushtojmë. Sulemin në Karash. Karash? Po. A do ta shpjegoj etimologjinë e fjalës? Jo, se ma shpjegon shoku im Agrotalimi. Okej. Pas ke shok, nuk e di edhe. E pushtuam Karashin. E pushtuam Karash. Do shkojmë në Eslamshar. Eslamshar. Rrethojmë Eslamsharin. Po. I lëm ata pa u bën në 4 ditë. Aha. Po. Deza të dhe mikrojet. Pastaj i pushtojmë. I pushtojmë me këta. Se lodha, ta i dhëmi kryqet pa i bërë. Eslamshari, shkojmë në Shariar. Shariar. Po vari trapi. E rrethojmë Shariarin, edhe i vëmë roketin të përtaz. Të lodhën ata nga roketi, e pushtojmë në Shariar. Pastaj shkojmë në Qots. Në Quks? Në Quks? Në Quks. Quks. Shari el Qots quhet. I madh. E rrethojmë Qotsin. E rrethojmë. I lëm ata pa Ajkos. Pa Ajkos. Po sa? Po kjo është e tmerr. 4 ditë pa Ajkos. 4 ditë pa Ajkos. Sa probleme kanë ushtarët pa cigare. E pushtojmë dhe Qotsin. E pushtojmë dhe këta. Pastaj shkojmë në Malart. Në Malaga. Në Malaga. Malart po them. Malart. Shkojmë Malartin. Dhe u vëm Blendi Fevziun t'i tregoj se si e ka kaluar në Kuala Jo, po këta një me rollë fare. Jo, është pa përballueshme. Don Gordon, po. E marrim dhe Malartin. Po. E na ka mbetur Golestani, Varamini, Bagdashti, Qarqaku. Ju ka mbetur? Po. Më pëlqen. Po tani. Po prind. Dhe i vendosim Erion Braçet, du tregoj pse është rritur çmimi sallatorit Divlak. Wow. Wow. Kjo duket strategji fituese. Shumë mirë, po zgjat sa në kohë. Marrim 90% qyteteve të Tiranit. Ato qytete që kanë mbetur janë kot fare. E qartë. Ju vetë personalisht pa familjen, ku i bëni pushimet në verë? Unë pushimet i bëjnë 2 vende njëkohësisht. Okej. Në Bora dhe në Bora. Në Bora dhe Bora. Pas ka shije kështu si. Po përpara i bëja në Qerret. Në Qerret. Në Herbert. Po. Më pëlqen pyetje për pushimet. Do paguash në pal pushim. Jo, thjesht për kënaqësi. Shiko, se ofrojmë dhe sponsorat. Jo. Donte ta zhvendoste vëmendjen nga strategjia. So ka që u bë shumë qytete, prandaj tash ta bëjnë çik shumë Xhallazi. Kam një pyetje. Thuhet Qira apo Qera? Po ti sa kam dëgjuar emisionin që fillim fare. Pra. Po ne kalamajt me të Qera kemi bërë. Me të Qera, domethënë, po pra. Ose për shembull quhet Qerasi apo Qerasi? Quhet qyt.
Quhet. Sakt i pastër i rregullt. Po, i di. Quhet Qiraxhi apo Qeraxhi? Jo, na duhet ta mbyllim sepse edhe ne po shkojmë drejt fundit, kështu që po ma patat e Trumpin. Po, tham vari Trumpin. Vari Trumpin. Trumpi vazhdet i lumtur do ta humbësh. Do ta kemi parasysh. Ti urojmë gjithë mirat. Kalofshi mirë. Faleminderit shumë Xhallazi. Kujdes për statën. Ju ndjefsha të mirën. Faleminderit. Ju ndjefsha të mirën the? Ndjefsha. Flas me fjalë pista. E kupton. Hajde. Shijoj mas ditën. Xhallazi. Po sa Shqipëria nesër. Urdo? Po prapon rregull. Në rregull. Ma jepi strategji shpejt si do fitoj Silvino. Edhe si ta pushtojmë Poloninë apo? Poloni pse s'kemi pse ta pushtojmë, se bëjmë dot me bukata. E pa mirë. Për të ashtu pushtur Poloninë, blem disa lojtar. Blem Lionel Messi. Apo nuk është dëshirë. Nuk është. E marrim me Qira. Mund ta diskutojmë javës tjetër sa do dalë dhe ndeshja, sepse na duhet mbyllim emisionin se kemi marrë në fund. Jemi gjallë se jam qetë. Miru pafshi. Do jesh gjallë se s'bëlla, pa merak fare. Kështu që hajde myte këtë masdite. Megjithëse ndeshja nesër ka shumë rëndësi, por jam i sigurt, jam besim plot që Shqipëria do të fitojë sepse vetë Feiziu ka shkuar atje me batonin dhe po i shpjegojnë Silvino skemat, Sa herë që ata shkojnë atje, ndodh çudia miq. Pra janë gjitha këto që po puqen. E ke parasysh vizën e Mesit? Po. Në një krah ri batoni, në krahun tjetër ri Fevziu. Dhe do na shpjegoj viza e Mesit fushës. Që është ndërprer apo e pa ndërprer? Për sa kohë kjo vizë nuk kalon mes Fevziut. Unë jam do thot ai te fusha e Shqipërisë, ai është te fusha e Polonisë. Ku është gjeni? Je gjeni vlla. E mbyllim edhe për sot Kap Arenën, mos harroni që ky program është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoje, por që mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe nuk dëgohet vetëm në Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë, padyshim. Në gjithë Afrikën. Edhe të gjithë në aplikacionin. Kemi aplikacion. Për YouTube nuk jemi shumë të sigurt sepse nuk e di me kemi regjistruar apo jo, por në përgjithësi i regjistrojmë gjërat. Do më regjistrojmë krijojmë rekordesh në anglisht. Ky program dëgohet veçanërisht në Karolinën e Veriut. Absolutisht. Dhe janë bërë xheloz edhe ata të Karolinës Jugut, prandaj dhe andej po dëgjohet. Do merren masa, po të mërkur në ardhshme atë. Do ta kemi zgjitur këtë. Dhe Forca Shqipëria. Super. Forca Kosova. Pas pak makinë me 2 timoner. Po premon? Po, unë dhe Greta më në fund do kemi pak intimitet i dashur. Kap Arenën është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.